Jam këtu para televizionit Maqedonisë, tash në ora 12 duheshte të mbahet debati mes mua dhe kundër kandidatit tim. Ishim të ftuar krejt në rregull, bile ftesa e televizionit Maqedonisë ishte se edhe nëse njëri prej kandidatëve nuk merr pjesë, karikja do jetë e zbrazët. Mirë po ja, unë erdha sot, ndava terminin, u largova prej takimeve me qytetarët për shkak që të bëjmë debat, qytetarët shohin ballafaqimin mes ofertave, por kundër kandidati im ashtu siç nuk ka mbajt asnjë fjalë tjetër, nuk e mbajti edhe sot. Mbetet juve të vlerësoni pse ai i iki këtij ballafaqimi, por na e mendoj që edhe televizioni i Maqedonisë duheshte të mbajmë fjalën që e ka shkruar në letër se nëse nuk vjen njëri prej tyre do mbahet karikja e zbrazët. 2 kandidatët tjerë pranuan, vetëm Megjiti nuk pranoi, ashtu që u lë juve këtë vlerësim, po unë prej sotit tutje do vazhdoj t'ju takoj ju derë që të prezantoj programin, ofertën për ndryshimin e madh në Çair që vjen me 19 tetor dhe që nuk i ik ballafaqimit që ka guxim të flet për të kaluarën, për tanishmen dhe të ardhmen, dhe jo ata që mundohen ta fshehin prapa kamerave.